Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje miq të televizionit Arbëria, mirë se po takohemi edhe këtë pasdite këtu në detaje. Ju tham përshëndetje kështu nga një ambient krejtësisht tjetër nga se jeni mësuar të na shihni. Në këtë emision do të flasim për një temë mjaft të ndjeshme për gjithë popullin e Kosovës. Bëhet fjalë për personat e zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë. E pikërisht për këtë temë e kemi të ftuar Andin Hotin, është kryetar nga Komisioni Qeveritar për Personat të Zhdukur. Përshëndetje zotri Andin. Faleminderit ju për mundësinë. Po fillojmë pak si shkoi dita e djeshme, shënuar 27 prilli si dita e të pagjeturve. Po, në fakt unë edhe dje kam thënë, sepse dje është e caktuar përmes Kuvendit të Republikës Kosovës dita kombëtare e personave të zhdukur, nuk quhet kështu, por këtë domethënie ka, por dita e djeshmit është mendoj unë më pak dita e personave të zhdukur apo familjarëve tyre, do duhet ishte më shumë dita e gjithë shoqërisë tonë, sepse çështja e personave të zhdukur nuk është vetëm çështje individuale apo çështje disa familjeve që i kanë më dashur tyre më në mungesë, por është ditë që do duhet prekte gjithë kombin tonë, gjithë shoqërinë tonë, për shkak se ne asnjëherë nuk mund të kemi një normalitet të qetë në Kosovë apo edhe në marrëdhëniet tona me shtetet tjera pa u trajtuar çështja e personave të zhdukur. Dje kishëm disa aktivitete të cilat i kemi realizuar në kuadër të Komisionit Qeveritar për Personat të Zhdukur bashkë me shoqatat, me Këshillin e Shoqatave të Personave të Zhdukur, e para filloi në Prishtinë, që është tek monumenti i personave të zhdukur, që simbolizon në fakt gjithë personat e zhdukur, pastaj është në Mej, në ndërvendet që ka qenë tmerrje ose krimet më të rënda që kanë ndodhur nga forcat serbe me 376 viktima, dhe pas asaj kemi pas edhe një aktivitet tjetër që ka qenë për herë të parë, dhe aktiviteti ka qenë tek parku i personave të zhdukur, një park që Komuna e Prishtinës e ka bëu, Kuvendi Komunal i Prishtinës e ka caktuar si parku i personave të zhdukur, ai është brenda kampusit të Universitetit të Prishtinës, por që ishte për herë të parë. Dje edhe nuk është që kanë qenë shumë në dijeni për këtë vend, dhe fundit ose si përmbyllje me kërkesë të shoqatave ka qenë fshati Krushë e Madhe, ku ende janë edhe 64 persona të zhdukur, përfshirë edhe prindin tim, dhe atje ndrejnë disa flakadane në nderim të personave të zhdukur dhe familjarëve të tyre. 27 prilli, a mundet i nderuar më marrë edhe si një ditë shprese për krejt ata familjarë që tash 25 vite pas luftës, ndoshta në këtë rast edhe jo bëni pjesë që e përmendet Dukshin Hoti, tash 25 nuk dihet fati i tij. A është edhe një ditë shprese për krejt këta familjarë? Po, në fakt 27 prilli është një ditë që familjarët, ne, institucionet, qytetarët, kushdo qoftë brenda Kosovës, po edhe organizatat ndërkombëtare që bashkëpunojnë me ne, do të jetë një ditë sensibilizuese ku ngrisim zërin sa më shumë ose të bëhemi bashkë sa më shumë në mënyrë që kjo temë të ketë jehonën e saj, të ketë vendin e merituar në kuptimin që nuk bën të i lihet në harres, sepse ne kemi edhe një dhimbje shumë të madhe pas luftës, që unë them shumë shpesh që në këtë pjesë ose këto lloj familjesh nuk e kanë përfunduar luftën me Serbinë. Pjesë tjetër ka mujtë me përfundu dhe ne jemi në liri, por këto familje ende vazhdojnë të jenë në luftë me Serbinë. Megjithatë, familjet e kanë një shpresë, unë po flas edhe në emër tim për gjithë familjet tjera, dhe kjo shpresë ndoshta ndonjëherë dhe i mundon shumë, çdo baza ditore, tash 26 vite ata shpresojnë që të gjejnë fatin me dashurët e tyre, pavarësisht që e dinë ata, e dim ne, e dim gjithë që fati me dashurët e tyre varet prej një shteti kriminal, dhe shteti kriminal nuk është që ka vullnetin aktualisht me i dhënë informacione për këta persona. Ju si familjar, po du me ditë, a keni pas në rast shprese ose diçka, në informacion pak ma shumë për rastin e juve konkret? Ne në veçanti, për shkak se babi po mendej si rast i veçantë, si intelektual, por më mendej që dhe qytetarë tjerë, familjarë tjerë, në diskutim me ta,
e kemi pas fatin e për afërt në këtë pikë, po unë po flas me qenë se mbyllje për babin, prej pas luftës deri më sot, ndoshta me 10 apo qindra informata që asnjëherë s'kan qenë kredibile, disa prej tyre kanë qenë tendencioze, duke kërku qoftë këmbim parash, qoftë forma tjera të përfitimit, e këto kryesisht bëhen prej grupeve që ende ekzistojnë kriminale serbe në Serbi, që normal që shpresën ta mbajnë të gjallë që prindi im është gjallë apo dikush tjetër është gjallë, por në anën tjetër, përveç shpresës, ta rrisin një vardhime më të madhe, sepse në fund po del që po mashtrohesh, në fund po del që po ripërdorësh prej disa kriminalëve atje, por pavarësisht këtyre ne kemi pas disa informata që kanë qarkulluar përmes media dhe forma tjera dhe i kemi trajtu tash këto 4 vitet e fundit disa lokacione në kuptim të gjetjes së babit tim i kemi trajtu, por që nuk kanë rezultu me gjetje, nuk kanë rezultu vërteta, po vazhdojmë edhe sot. Ne aktualisht jemi në iniciativë ku po merrem me burgun e Dubravës, sepse atje janë edhe 7 persona të zhdukur përfshirë edhe babin tim, edhe jemi të marrë edhe me trajtimin e kësaj çështje, por që këto rezultate natyrisht që nuk varen shumë prej angazhimit që ne e bëjmë teren, punës që e bëjmë, gërmimet që e bëjmë, sa varen prej informacioni kredibil dhe informacioni kredibil apo i sakt, nuk po varet e ne dhe nuk është e ne. I përmendë informacionet tendencioze, so janë shqetësuese sipas juve? Edhe a janë adresuna ikon për mundal këtu? Po në organet e drejtësisë, po besoj që kanë fillu me pavarësisht që ka ende sot, kanë fillu me u zbut ose kanë fillu me u vedisu në këtë aspekt dhe familje dhe personat të zhdukur, sepse kanë po, nëse mu nuk më kanë ndodhur, nëse ty të kanë ndodhur, unë jam mësu prej teje, edhe përmes formave që unë e kom lajmëruar disa herë në media që po ndodhin gjëra të tilla, po natyrisht edhe përmes komunikimit familjare, po ka ende, ne kemi pas rastet e fundit para pak vitesh kur i është detyruar një familjar me shit pronat në këmbim të informacionit që në fund ka rezultu kur gjë heq, apo edhe mu më ka ndodhur, kanë kërku njerë 200.000, pastaj 400.000 euro në këmbim të informacionit, dhe kjo ka ndodhur jo më larg se 2 vite, apo 3 vite kështu përmes telefonit. Kështu që këto po gjithë qytetarët dhe familjarët, edhe pse e dinë që mund të jetë mashtrim, edhe pse e dinë që mund të jetë gjithçka kriminale brenda saj. Me ardhë me thonë dikush që mund të jetë i gjallë familjarë jot, është një farë lloj shpresë që ti e marrë gjithçysh, nuk mundesh me largu, nuk ka shans me largu se ti thu bon vaki, unë për një map e hupi mundësi me gjetë. Dhe ata e dinë, kriminalët e dinë këtë aspekt emocional të këtyre familjarëve dhe po e shfrytëzojnë. Por ne po mundohemi që edhe përmes fushata, normal, organet e drejtësisë janë për këtë çështje, por ne përmes fushatave që me i vedisu që mos më ra prej tyre. Po flasim pak edhe tek komisioni për persona të zhdukur, po edhe jeni kryesues në këtë komision. Cilat janë sfidat që përballet? Edhe si ka evolu puna për këtë çështje, domethënë, ndër vite? Ju dini që ne kemi pas viteve të fundit disa lloj gërmime në Kosovë. Tash kur flasim për Kosovë, se kur flasim për Serbi është çështje tjetër. Disa gërmime, veç vitin e kaluar mbi 32 lokacione kemi pas kuptim të vlerësimit dhe gërmimeve dhe gjetjeve. Para një vit e gjysmë tashmë që veç është janë ndërzu familjarëve, trupat, ka qenë edhe bishtazhini që veç u bë mediatike më shumë kjo punë krahas tjera që ne vazhdojmë të punu. Po pavarësisht këtyre gërmimeve, pavarësisht punëve, pavarësisht kërkimeve që i bojmë, koha është një prej faktorëve që neve na bën dëm shumë. Sa më gjatë që presim ose sa më gjatë që shkon koha, aq më vështirë do të jetë gjetja e këtyre personave për shkak se dëshmitarët po vdesin, dëshmitarët po friksohen besa, dëshmitarët edhe po harrojnë, edhe jo vetëm dëshmitarët, po edhe pastaj edhe ndryshimet klimatike bojnë që me ndryshu edhe vendet ku ne punojmë, vendet ku ne gërmojmë. Por faktori kryesor është ajo që unë po e ripërsëris non-stop edhe ndonjëherë edhe vetes për thëmë kështu po bëhem pa ato e përsërit, por janë arkivat sekrete që i posedon shteti serb. Janë arkivat e klasifikuara të ushtrisë, të policisë, të inteligjencës, sepse është po ai shtet me po ato polici, me po ato ushtri,
dhe me puat, jo vetëm polici ushtri, se ka pas edhe sërbë lokal në urdhërat të inteligjencës sërbe që kanë vepru, që i kanë bëu këto krime. Dhe janë puat ata që i kanë këto dokumente se ku i kanë qu këta njerëz që ne sot po i kërkojmë, që fatkeqësisht nuk është që ka ndonjë progres, rezultat, kuptim të rezultatit, domethënë gjetjes së këtyre personave në këtë aspekt, pavarësisht ne kemi arrit një deklaratë për stranat të zhdukur në Bruxelles, një komision të përbashkët që udhëheq Bashkimin Evropian, kuptim të rezultatit ende sot nuk ka gjetje. Ne në vazhdimsi po bëjmë presion edhe dje që ishim në takimin që përmendën 27 prilin, isha një takim të shkurtër me ambasadorët mik të Kosovës edhe të njëjtën thirrje e bona që pa ndërhyrjen e faktorit ndërkombëtar, Bashkimit Evropian, po dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në këtë rast edhe Britanisë së Madhe, Serbia nuk bindet. Serbia nuk është një shtet që mundesh me bashkëpunu me të, nuk është një shtet që me vullnet mirë funksionon, është një shtet që kërkon kushtëzim, imponim, edhe as presioni nuk e pranon, presionin e butë, kështu po flas. Kështu që pa ndodhur një gjë e tillë prej tyre, nuk është që pres me pas rezultate shpejta. Rezultate po flas kuptim të gërmimeve dhe gjetjeve të varreza masive që në Serbi, se çka është në Kosovë ne po e punojmë, po e gërmojmë, po e kërkojmë në baza ditore. A ka pas nga ona ndërkombëtare deri më sot, sadopak ndonjë shtysë ose diçka, le të themi? Jo, unë thash janë formu qëto, bëq këtë deklaratë për së shtukur, ka qenë letra që kom shku në zotit Vučić edhe pastaj zotit Borrell në atë kohë, është formu pastaj komisioni përbashkë, sepse qëllimi ynë, njëri prej qëllimeve të tyre ka qenë, joni ka qenë që me involvu Bashkimin Evropian direkt që është në person zhdukur. Dhe formimi mekanizmi komisionit përbashkët dhe vënia në krye të këtij mekanizmi Bashkimi Evropian pak a shumë që qëllimi ka arrit. Tash ata janë direkt involvuar që është në person zhdukur. Por në kuptim të rezultateve ose të ndikimit të tyre ende jo, sepse nuk e kemi mbajtur asnjë takim. Me 15 janar ka qenë i paraparë takimi i parë, Serbia refuzoi me marr pjesë dhe çka po ndodh kur Serbia po refuzon me marr pjesë është kurrë. Dhe unë mendoj që këtu pastaj duhet me ndërhyjë Bashkimin Evropian, pavarësisht që kjo është në letër shkruar po në dokumentin që ka themelu Komisioni i Përbashkët, shkruan që nëse nuk arrijm rezultate ose nëse nuk arrijm mirë kuptim të dyja palët, Bashkimi Evropian ose përfaqësuesi i Bashkimit Evropian është i obliguar me raportu 27 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian ku është problemi. Por një gjë tjetër nuk e di që ka ndodhur deri sot. Ne po presim ditë vim se është bisedu që do të mbahet një tendencë tjetër për takimin e radhës. Nuk e di kur do të mbahet, sepse nuk varet më prej neve për Bashkimin Evropian, por që fatkeqësisht për ta ndoshta nuk është as përgjues sa është për neve. Si familjar, po dhe si udhëheqës si kësaj tematike kaq ndjeshme, a prisni diçka nga ona ndërkombëtare në këtë drejtim? A mund të ketë diçka pozitive të paktën në këto vitet e ardhshme që po vijnë? Kështu që nëse kanë seriozisht, Patajnica, Petrovoselu dhe Peruća janë 3 varrezat masive që ne kemi gjetë vitet 2000, vitet 2000-2001-2002. Me mbi 900 persona, mbi 950 persona. Nuk janë gjetë këto 3 varreza masive, pse Serbia ka thënë që ku janë edhe urdhani. Janë gjetë sepse ka qenë një imponim i faktorit ndërkombëtar ndaj Serbisë, që ata s'kan pas çare, kështu po them në këtë gjuhë të përditshme, nuk kanë pas çare pa i dhënë këto informacione për këto 3 varreza. Nëse ka seriozisht Bashkimi Evropian ose miqtë ndërkombëtar dhe veprojnë në të njëjtën mënyrë, në mënyrën e imponimit, në mënyrën e kushtëzimit dhe mënyrat e kushtëzimit ka sa dush, mos antarësim Bashkimin Evropian, ndalesë të fondeve që me miliarda derdhen në Serbi, e mënyra tjera, atëherë nëse veprohet këtë çështje po, unë jam shumë i bindur sepse Serbia vetë në 2001 me një deklarat, me një letër, ka dalë një grup punues që ka qenë në Serbisë, edhe ka thonë janë 16 varreza masive në Serbi. Vetë ata kanë thonë, që këmë thonë unë, nëse janë 16, nëse ne 5 kemi arrit me i gjetë deri më sot, nëse janë kuadër këtyre 16, ku janë edhe 11 tjera, nuk është diçka që unë po hamendësoj, nuk është diçka që unë po kërkoj se po mendoj që ç'është është. Është diçka që ka qenë faktike, është diçka që ka qenë e faktuar përmes media dhe po mendoj nuk është në rolin tonë, as në fuqinë tonë me obligu Bashkimin Evropian në këtë rast, por është fuqinë tonë me i vazhdu me i bo presion se me e kujtu Bashkimin Evropian që duhet me ndërmarrë me këtë çështje pak më seriozisht, nuk di nëse do të ndodhë një gjë e tillë ndërmarrë. Edhe për mos t'ju marrë shumë kohë nderuar, për fund, po du me ditë cilat janë planet konkrete që i keni. A keni ndonjë vendbanim, diçka që keni filluar
tash afër për gërmime është fjala? Duke jemi, e kemi në plan të punës, kemi pas gërmime, afër këtij vendi kemi. Nuk po i përmendi kështu me emra, por prap e kemi në plan të punës. Në plan të punës e kemi edhe Stokun, në plan të punës e kemi edhe Podujevën, prap më rikthy. Në plan të punës e kemi edhe Dubravën, ose përmenda pak më herët Dubravën që përveç që jemi të marrë me familjet, jemi të marrë me informacionet, i kemi identifikuar edhe 2-3 pika ku do të bëjmë gërmime. Pastaj janë edhe këto që në bo ende, po i kanë artën edhe, po e them kështu të ju, është një raport i lidarit, i gjetjeve që i ka bo lidari. Lidari është një pajisje që kemi pas kuadrë të deklaratës personash dukur, që i detekton anomalit e tokës përmes ajrit, përmes dronit. Dhe për këtë na ka ndihmuar ambasada Zvicrës me testu, sepse nuk më lehtë është me ble këtë pajisje, por shumë vështirë me gjetë persona që dinë me lexu raportin e kësaj pajisje. Dhe për këtë na kanë ndihmuar disa profesorë të Universitetit Luzanës në Zvicër. Dhe aktualisht tani, sapo na ka ardhur raporti i këtij lidari dhe i kemi diku 8 vende të ndryshme që ne do t'i fusim plan të punës për me i gërmu në ditën vim. Unë po ju falenderoj shumë për kohën, edhe po shpresoj që puna ju ka me vazhdu deri në zbardhjen e rastit fundit. Le të themi kështu. Puna jonë, puna juaj e media, puna e çdo qytetarit të Kosovës dhe institucionet të Kosovës, unë jam shumë i bindur që nuk do të ndalet deri në zbardhjen e fatit të personit të fundit të zhdukur. Fatkeqësisht e kemi përballë një shtet që ka tentu gjenocidin, një shtet që ka tentu shfarosin apo humbjen komplet të një kombi, zhdukjen komplet një kombi, por që s'ka arrit, nëse të kemi lirin, por duhet me di që shmu përballë me këtë shtet, ne nuk do të ndalemi, por natyrisht që na vjen ndihma dhe faktorit ndërkombëtar në mënyrë sidomos për këtë pjesë që është humanitare, në mënyrë që me arrit të rezultatet tona për gjetjen e këtyre personave. Shpresojmë, faleminderit shumë. Shikues të dashur të televizionit Arbëria, e kishim në intervistë Andin Hotin nga Komisioni Qeveritar për Personat e Zhdukur, i cili foli sa më shumë për ditën kombëtare të kësaj teme që lidhet me personat e zhdukur. Ai na dha sa më shumë informacione si u shënua kjo ditë dhe për punët që po i bëjnë nga ky komision. Kaq kishim për këtë emision dhe po besoj shihemi hera tjera. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.